Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Shpërthyen mediat nga të katër anët, shpërthyen lajmet, shpërthyen mlefet se u fal 15 minuta më herët Bajramin e Tiranë. I herë e lusë Allahun t'ua ketë pranu namazin, çdo njeri që është fal në shesh, e rëndësishme ka është qëllimi i çdo njeri që ka shku për ta fal Bajramin, e Allahu është i gjithditur. Domethënë, nëse ne kërkojmë kryetar komuniteti pa të meta, mesin pa kryetar, po dhe kryetar familje pa të meta, mesin pa kryetar familje. Nëse kërkojmë mësues pa të meta, metin pa mësues. Çdo njeri ka të mirat e veta dhe ka të këqijat e veta, po ajo që kam vrau mos shumti janë deklaratat e disa hoxhallarëve duke e akuzu kreun e komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiun, se është ul me hëngër iftar me ambasadorin e Izraelit ose me kryer rabinin, që sipas tyre ka rekrutu shqiptar me shku me vra muslimanet në Palestinë. E para, pse ulesh ti në tavolinë me atje, ti nuk do të thotë që je mik. Janë ullë dhe Hashim tha që me Slobodan Miloševićin në Rambuje dhe miq nuk kanë qenë të dy që janë luftu. E dyta, kush e mbrojti komunitetin musliman? Do më thanë, kush i mbrojti krerët e komunitetit musliman? Amerika. Ambasada amerikane ka influencu mos shumti që mos të bie në dorën e hijenës Erdogan. Se doa kishte bë edhe krerëve të komunitetit musliman në Shqipërisë, ashtu si që u ka bë vëllezërve tonë në Kosovë, që nuk janë ba me kopejën e Erdoganit për ta urry pa faj një imam, do i kishte arrestuar edhe këta si ata. Njëjtë gjë do kishte bë. Dhe e treta, ti jesh kryetar komunitetin Shqipëri, nuk ke shanse. Nuk ke shanse ti me bë ata çka don ti. Pa u konsultu me ambasadën amerikane, pra ka qenë i obliguar nga jashtë. Me sa informacion kam unë, ka qenë obligim nga jashtë. Nga amerikanët. Që do të thotë që pse Sabri Koqja nuk ka bashkëpunu me ambasadën amerikane, ka bashkëpunu me ambasadën amerikane. Dhe krah për krah, non-stop me ambasadorët e Amerikës, përsa ka qenë në pushtet. Kështu që interesat personale të një X hoxhe mos i lejoni ju vëllezër e mota musliman, mos i lejoni me u kthy në virus përçarës mes nesh si besimtar. Ju du për hir të Allahut.